ka pas në dorë. Pëtë në për këtu të pyetje, nëse i din është pejgamber, nëse nuk i din, rënë dhe gënjen. Me kaset o këthy delegacioni Mekës prej Medinës në Mekë dhe me gëzim ata se kanë me definu që tash me vërtetu është pejgamber ajo. Dhe i thamë Paris tyre tash, këtë delegacioni, se ne kemi ardhë me këtë mesazh prej Medinës. Pra, qelë që ne keni ndorë me zgjedh problemin, me vërtetu a është pejgamber apo nuk është. Edhe ata pa u kujtu hiq, shkuan dhe ja paraqiten që të tri pyetjet pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk i dha përgjigje, sepse të tri pyetjet ishin të panjohura për te. Jo tha nesër hajdeni. Por nuk tha inshallah. E as nesërmen, e as pas nesërmen, e as ditën e tretë, e as të katërt, e as të pestë. Nuk e erdhe shpallja prej qiellit. Këtë tha hajdeni nesër, të mendu se Zoti ka me informu. Por i vanu shpallja. Thuhet se vanu 15 ditë. Sa që pejgamberi u brengas shumë, alayhi salatu wassalam, shumë u brengas o mërzit. Qafirt që fartë e Mekës u gëzun shumë, ata veç vishin e u gëzanin ma shumë. Po, realiteti ka qenë dasht me qeni kundër ta. Sepse pejgamberi, po mos t'ishte pejgamber, jo kështë të dhamë përgjigjen, futja një përgjigje më një herë. Por për dire sa nuk i përgjigjet, jep me kuptu se ai nuk flet pe vetvetes së tij, po flet i inspiruar dhe i shpallur për qiellit lart. Por aty nëse arrëke kja. Së dhe që tjetë, mas 15 dite, erdhe Gjibrail alayhi salam, edhe as briti suratul Kahf. Allahu deshte me thonë në përmjet kësaj sureje, në përmjet vanesës, zbritje shpalljes, atyre me kazve se nuk është kusht, pejgamberi mi përgjigj popullit vetë me njëherë. Nuk është kusht. Gjithashtu nuk është kusht, pejgamberi cilë dhe qoftaj, me i ditë të nësenet, që të pytni, që i pytni jo, nuk është kusht, pse ka herë dhe i kusht, që ai pejgamberi dhe me ditë çdo send, çdo send e din, vetëm Allahu, njerëzit nuk e din. Së dhe që tjetë, zbriti suratul Kahf. Dhe 3 përgjigje, Allahu u adha. Për pas përgjigjen në përpun të shpirtit, ja dha në suratul Isra. Surat cila para kësaj. Veseluneka në ruh, qul ar-ruhu min amri rabbi, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Të pyesin ty për shpirtin, thua ju të atyre shpirti është çështje e Zotit, mbetet sekret e Zotit, dhe ju është dhënë shumë pak dije. Pak dije, nëse kjo është në sjelljen veti, përse dhe që tjetë, kaq për shpirt. Ndërsa, për 2 pyetjet e tjera, foli Allahu gjëra gjatë. Për ata djelmosha, që thanë kanë qenë më herët dhe ka pas një histori shumë të veçantë, e që ka punë atyne, ata janë banor të shpellës. E që në emër tyne, quhet edhe kaptina suratul Kahf. E që i madhi Allah Azza wa Jall, gjërë e gjatë flet për ata banor të shpellës. E që është tregim jashtëzakonisht interesant dhe tregon madhërinë të madhe të Allah dhe fuqinë të madhe të Allah, i cili ka mundësi me i rinjallë njerëzit edhe në këtë dynja para se me shku në botën tjetër. Dhe se Allahu ka me rujt këtë din, pavarësisht edhe nëse qohën këtë dynjaja kundër dinit. Dhe se Allahu ka me triumfuat atë cilët e triumfojnë nga njëjnë dinin, qofshin edhe njerëz të dëft apo të ligë, sikur se këta banor të shpellës, ku shkaki që ata eken, u largun për pushtetisht, sepse i rrezikante jetë atyre njerëz, individ, me dalë përballë një pushtetit madh,
edhe atë zullumçar dhe mizor nuk është lehtë, por Allahu i madhruar triumfoi. Desh me tregu se ata të cilët janë rrugë të Zotit, Allahu ka më ngadhnye. Herët apo vonë ligj është Allahu me spravu kështu robët e tij. Pra, përfundon ai tregim, e kemi i tregim tjetër në suratul Kaf, në mes dy vllazërve, njëri musliman e tjetri qafir, por qafiri shumë i pasur, muslimani shumë i varfër, por qafiri madh, pa besimtar, i rand, i vrazhët, e muslimani shpirt mirë që ka hije muslimanit, dhe që ka sillet me syrin në fund, dhe se se Allahu Azza wa Jall e bën qafirin rrafsh me tokë që ka të mira për qëllim shilsyt. Ja merr Allahu krejt, ku është ders në veti, dhe vjen tregimi i tretë në suratul Kaf, e që është këtë tregim që kemë përpara, ngjarja e Musaut me Khidrin alayhima assalam. Ku serish Allahu don me i tregue me kazve banorëve të Mekës, jo vetëm pejgamberi Muhammed, që si ka ditë të nësanët kër e keni pyet jo, por edhe pejgamberët e mëhershëm nuk i kanë ditë, dhe kjo është ligji i Zotit. Po të njëjtën gjallë e jahudive mi dhanë ders se edhe pejgamberi ju që ka qenë më herët, që e pretendon se është ju për Musaun alayhi salam, po edhe ai nuk i ka ditë të nësanët. Tregimi fillon me atë kur Musa alayhi salam ja majti një fjalim popullit vetë, por atë fjalim dëdhim shumë i majti, sa që nuk mëjten me i nalë letë të i kajtë. Dhe zemrat i lkunden gati se i dëllin për i vendit, qatë fort që i preki fjalimi Musaut alayhi salam popullin e ti. Shumë kajten. Edhe mas e kreu Musa alayhi salam atë këshill të mrekullueshme, e përfundoi, ju afrua një xhamat, një njeri, edhe tha Musa, kush është njeri ma i mëshmi në botë, ma i dishmi në botë? Musa alayhi salam pa u kujtu pa një pa dy, tha unë jam ma i dishmi në botë. Allahu i madhruar ja dërgoi Gjibrailin në sekond, jo, nuk jeti me i dishmi në botë, dhe deshi me të qërtu Allahu pak, pse nuk tha Allahu alem, sikur se atje pejgamberin ton, sallallahu alaihi wasallam në fillim surës, i cili nuk tha insha Allah, nesër një shpallja, por është tha nesër, edhe Musa alayhi salam nuk e la Allahut, me thonë Allahu, me nuk ja kthej Allahu dijen, me thonë Allahu alem, ku di shumë me që pën vetë mu, por thonë, pa kujtu, e Allahu i thonë në përmjet me lekut Gjibrail se unë kam një robtimin i cili është ma i meqëm se sati. Gjithësisht din ma shumë, din diçka që ka s'din ti, din diçka që nuk din ti. Musa e kuptej që ka bani. Dhe me njëherë tha o Zot, tregimi është edhe në suratul Kaf, po është edhe në hadith, edhe në Bukhari, edhe në Muslim. E zakonisht tregimet kuranore, kur tregohen edhe Kur'an dhe Sunet, japën e kuptu se ka një rëndësi shumë të madhe. Sepse ne kemi shumë tregime që janë Kur'an, dhe kaq. Por kemi dhe shumë tregime që janë vetëm Sunet, hadithe, edhe kaq. Ndërsa tregimet të cilat gërshëtohen, edhe ajetet, edhe hadithet, japën e kuptu se ka një rëndësi shumë të madhe, dhe se shariati i ka kushtu kësaj teme një rëndësi të madhe. E të shofëm çka puna e ati njeriut dhe çka ka bëhet, çka do të bëhet mes Musaut edhe mes ati njeriut. Musa alayhi salam tha më një herë, e qysh ta gjej unë atë njeri o Zot, e çka të marr prej tina dije pra, pasi që vërtet ai po dika çka nuk di unë. E Allahu Azza wa Jall i tregoj se vendi ti ku duhet me taku, apo mundesh me taku të atë, është Majma al-Bahrain, një vend takim mes dy detrave. E ku mja qëllu tash ku takohen dy detrat. Dhe i tha,
merr me vete një peshk dhe futën në lënë në kesë në çantë si dushtuj, dhe në atë vend ku humbë peshku, çatë vend keme takue atë robin tim të mirë. I mirë, i zgjedhur edhe i dishëm. Thëtë Allahu Azza wa Jall, në përshkruan pastaj, ma sa'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdiya huquba. E mur një djalosh me veti, ai djalosh ishte Yusha bin Nun, nxënës se kishte, po dhe shërbëtor të njëjtën kohë. Dhe morri me veti Musa. I thati djalit, ky Yusha bin Nuni nuk ju ndante Musës kurr. Për atë arsye, gjithmonë ai nxënës që nuk i dahet mësuesit kurr, ai arrin më shumë se sa të tjerët, sepse është shenjë që ai është i përkushtuar me marrë dije. E dija nuk merret me një mezhlis me dë, por merret pa ju nda, apo sa më shumë e shoqërua mësuesin. E Musa kishte vrejt Yusha bin Nunin qysh në fillim, se ishte një djalosh shumë i zgjut dhe prit të pitina që Zoti ati me dha shumë, e mja pa hajrin e Benu Israelit. Kjo ngjarje si duket ka ndodhur pasi që Musa alayhi salam i morri Benu Israelit prej Egjiptit, e kaloi detin, i fundosi Allahu Firaunin dhe ushtrinë e tij, dhe Musa alayhi salam kaloi u fut në Palestinë, i zbriti Tevrati, e erdhi libri i Zotit. Në këtë kohë e ka marrë këtë fjalim dhe është urdhëruar me shku me taku Khidrin. Ky Yusha bin Nun, ardhmja e tij pastaj është shumë interesante. Kur nuk i donte Musa alayhi salam, edhe kur është në surat al-Maide, kur Musa i tha popullit vetë se hynë në shtëpinë e shajt, udkhulu al-ardha al-muqaddasa allati katabaha Allahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum wa tanqalibu khasirin. Hynë në shtëpinë e shajt në Quds Sharif me luftun natyrisht. Qalu inna fiha qawman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Dhe ata nuk hynën. A ishin Israelitet prej Egjiptit me hyrën në Palestinë në Mesjid el-Aqsa, Quds Sharif, por kur afruan nga ata tjetër kuptuan se është një ushtri e madhe, ushtri gjigante e madhe toten. E për cilësive të jahudive jenë tuza ata. Për atë arsye shefsat, ai mran në tank, një djalë i ri 10 vjet me një guri, e gjun tanken, edhe ai ik me rëmëmente, është ai që ashtu Zoti ka bën, jenë tuza ata. Dhe nuk ka marrë mendje me hime liftu, e pan pejgamberin e Zotit, e pan atë mrekullie, detu e qele, hajte, por ja, këtë djali, që ky Yusha, me një tjetër, qala rajulan min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhim al-bab fa idha dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Këtë djalosh e thoi ju njerëz, ju njerëz mësynja hene se kam ndihmu Zoti, nuk e nguan. Së të që tjetë, pra ishte gjithmonë i djathtë. Allahu Azza wa Jall ma vën këtë bëni pejgamber, këtë Yusha bin Nunin. Vdiq Musa, vdiq Haruni, në realitet Haruni ka vdek një herë, pas se ka vdek Musa alayhi salam, pastaj është shpall ky pejgamber prej Allahut Azza wa Jall, dhe në pushtetin e tina, në kohën e tij, kanë hinë në Quds Sharif, jahudit e kanë shliruar. Dhe është personi i vetëm në rrezullin toksor prej Ademit deri në Kiamet që dielli është nal për te. Kjo është pejgamber shumë interesant, ky Yusha bin Nun. I vetmi që dielli është ndalur për te, vanu, nuk ka perëndu derisa e ka çliruar Quds Sharifin. Po ajo është temë tjetër, se do të jetë ky është djaloshi. Emri nuk përmendet këtu, por Musa pe thotë djaloshit o djalosh. Unë nuk do të ndalem së hecuri, së kërkuari.
deri sa ta arri ebluga mejma al Bahreini, deri sa ta takoj atë vendin ku të bëhen dy detrat. O emdhja hukuba, ose të heci me dekada dhe me shekuj. Pra nëse nevoja dhe me shekuj ka me hec, kur pa unal, e ka me takuat personat që ku është, për me marrë dje për i tina. Pra të arsye, këto për fillimet me fillu për erneqeve cilat mirën, apo për urtësive, janë shumë të mëdha. Pse Musa me vendos katë shumë, edhe jetën e ti me kalua dhe me shekuj nëse nevoja, me hec, për me marrë dje. Pse? Me të regu që dija është tepër e nevojshme, dhe se për të bëllë zbohet kur, dhe se sa do që më rinë në shkallë të lartë të dijes, prapë se prapë ke nevojë marrë dije dhe më shumë dhe shumë sene tjera. Falemma belaga mejma bejnihma nësja hutuhma wattakhadha sabilehu fil bahri saraba. Dhe për hecën ata të dytë. Pra mur djalin e djaloshën e vetë, o pregaditën, e mërë një peshk, eshte në qanë që shtash, thuhet peshu ka qenë i fërguar, i pje kun me veti. Dhe duke hecur, ecën begi shumë, dhe ndalen arritën në vendin ku të bohet bashkohen dy detat, por nuk pëdden asë njani që aja është vendi i duhur. Musa a.s. ullët shtetës të nguri dikun me pushu, në zanë gjumi. Edhe e djaloshi pështetet se në lodhë të dëtë. Peshku të shakon në kesën qanë, e lëshojnë poshtë, se duke të prek pak ujtë peshkun, nëse të kanë folë tash komentatorët e Koranit dhe sene që pak jenë pak largë meq, por ja ka një krua të që quhet ujë tjetës, e kush për ati ujë edhe me ka i vdekur në gjallët, e me ka i në gjallë nuk vdes. Jo e ka hi ujtë e detit pak, që kjo është ma e logjikshme, e ka prej kesën e peshkut, apo çantën dhe peshku ka leviz. I ka arë shpirti, edhe të leviz, e hinuj, shka i peshku. Më rëndësi është, doli peshku hini nuj, ka që është më rëndësi. Se Korani për thët, e humben peshku. I shkaj peshku, a fët në deti. Këta në stëm të ujtë e nullë e pushu. Këjusha këtë djaloshe e vrejti, por i argjëna me aprish Musës në gjumin. Se a i harroa me thonë, i tha Musa atina, qëre qa, ti e kje vesh një dëtyrë, dëtyra jo të kryesore është, që këj peshk, kur të na hu, ti me na të regu, a i tha, punë në vëgël koka kja, për të se pas e ngarku mu me ndoni dëtyrë të madhe, e vëgël për ka në herdele madhe, të këtyrë më shtash që ka dale madhe. A i ngrati mas pari, tha, po më vje gjëna i karë, me prish gjumin Musës, qa me qunë njerin, të të pëshan, one i tregaj kur qohe, pe gjumit. Kur qohet Musa pe gjumit, a i harran, me i kalcu. Peshku, shkajnë deti. Hajde që më ecëm, vazhdojmë. Ecim. Ec, tanë ditëm, për thëtë Allahu, فلما جاوز قال فتاهتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. Kanë ecur tan ditën edhe tan natën, apo tan ditën edhe një pjesë natës, nëse kanë pushuar një pjesë, të nesërën para dite prap kanë ecur. Dikur para dite, Musa në ka rrok tuntit shumë, ka kaplu uria. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Shumë jena mëtu, tha Musa dhe mi lodh. O është interesant se deri tash nuk themi lodh, sepse vullneti madh me marr dije ta harron lodhjen edhe tuntit, edhe nuk themi mund tu. Edhe Zoti ka desh që ai mos me një lodhje, as uri, derisa të hum peshku dhe derisa ta kalon një distancë të madhe bajage. Pastaj tha djaloshit dhe o djalosh, pa ana qatë peshk të hajmë, se shumë jemi lodhur. Kur i tha kështu, a i ngrati i ranë nërme. Kale, ara'ejte, idh evejna ila sakhreti, fe inni nësitu l'hute, o ma ansahu illa shëjtanu an adhkure. O ma ansanihu illa shëjtanu an adhkure, o të khadha sabilehu fil bahri ajeba. Tha kuk. Pa të kujtohet, kur si me thonë tash dy të ba, kur kemi qenë, ngure atje që pështetu me flajtën po,
Qatë je peshku o dole hinuj, onë e kom harru me të regu. E për thët onë, për shejtani më harrej me të regu. Pjalen shejtanit. Ky djaloshi i vëgël, por e kuptoj, qëta shë kuptoj halema shumë, pse shejtani shtini me harru këta? E kuptoj se shejtani koka shumë i kujdesshëm, që Musa mos më taku me atë njeri. E përdere sa shejtani koka i kujdesshëm, mos më taku me te, dhe me thonë takimi qenë ka me rëndësi shumë. Koka shumë me rëndësi takimi, për ndryshe nuk ish përpjek shejtani mallkuar katë shumë, me shty sa ma shumë, me zhagit takimin mes dy evlijave të Allahut, mes dy burra më të mëdhej në atë kohë, mes Musa edhe mes Khidrit. Për ata pjale shejtanit. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, edhe për që di e mur rrugën e ndeti peshku. Për që di, dhe me thonë, që ditë shumë, i vdekur, i pjekur, pa shpirt, më ngjallë me hi me ecë, që di o kjo punë. Që ditë shumë ka hikë ndeti aj, o musë që ditë shumë, aj shumë që ditë shumë, ka hikë ndeti. Musa në vend që me qërtua djallën, fa kale dhalike, ma kuna nëbgi, fërtedda ala atharihima qasasa. Musa në vend se ta qërtoja djaloshin, i tha, ja, qatë e kemi lyp ne. Qëka kemi lyp? E kemi lyp qatë që me nahup neve peshko. Thau, se e gjetëm. Për neve kanë te për më rëndësi, vendi ku me nahum peshko. Thau, edhe o këthyen, ka i kanë qitë, thamrat me qitash gishtat. Tak njëj të gjurë me armës të hupin vendin, derit më rinë në atë vend ku kanë pushuar. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Kur ardhen të i vendi atë ku kanë pushu, e pan një rob të Zotit, thuhet e ka qenë shtrita i bekuar me një gjybe kështu të gjelbërt, kryt e mlut, për shofin një njeri. Allahu pa thot për të bareke vë ta'ala, atejnahu rahmeten min indina, një njeri, një rob të devotshëm që ne kemi dhanë rahmet më shirë prej nesh, prej anës tonë qilit. Wa allamnahu min ladunna ilma, edhe i kena dhanë prej neve dija tina. Kemi dhanë dija. I kemi dhanë rahmet, shumica absolute lemave kanë thonë është fjala, kemi dhanë shpalli, kemi bu pejgamber. Anëpse të tjerë kanë thonë jo, nuk ka qenë pejgamber, por ka qenë evlijaja Allahut azza wa jalla. Dhe kemi mësuat e dije, kemi mësu dije të brendshme. Musa pejgamberi i Zotit i din gjërat të jashtme. Ai din edhe të brendshme, ka pak. Çka ka mësu Zoti, jo tanët. Që të ta shohim më vonë. Brendshme të fjala urtësit e gjërave, e veprave. E që Musa nuk është të thane me i ditë. Musa tine edhe selam, tha, selam aleikum. Aj, që shkerat, o që u dhe ongjë. E aleikum, selam. Pse tha, ka kusht jep këtë tokë të Zotit selama? Tha, po. Unë jep i selam. Kush jeti? Tha, unë je Musa. Ti tha, je Musa, pejgamberi bënu Israelve? Tha, po, unë jam Musa, pejgamberi bënu Israelve. Ku për din të që unë Musa, pejgamberi bënu Israelve? Kusht kalëzaj ty? Tha, qa që të ka kalëzoj ty për mu, qa i më kalëzaj mu për ty? Qa i njejtë? Ajo është Khidri, e quhet Khidr, kanë thonë në lemaje, sepse ku është falë, është shëndru toka e gjelbërt, edhe shkretine se ka qenë. E gjelbërt është shëndru. Gjelbërim, pe bereqetit, madhët Allah azza wa jall. I tha Musës, e mire që ka i arë? Tha, e marë me mësu për i teje, ata që nuk e dim ka dërgu i madhë i Allah. Tha, o Musë, ti e pejgamber i Zotit, ti din diçka që anë nuk di, veç edhe unë e di diçka ti nuk din.
Dhe këta dy përbisedojnë, kur përshofin një shpez, erdhen së të mdetit, nguri dikon, edhe një hera dy, pëpin pakuj, tak, me ka qep. Edhe shkaj shpeza. Për thot Musës, e pa shpez, po. Dia jam, edhe dia jo të Musë, është në krahëzim me dijen e Allahut, sigur se qatë pik ujë që murra nga qepin e vetë, krahëzim me detin krejtë sa është i madhë. E lënë shaj detit. Sa është deti madhë? Ja sa dia njeriut. A dia pejgamberit Zot Musës është dia më e madhe në dynjat për atë zaman. Pra çka është dia njerëzve krejt në krahëzim me dijen e Zotit? Sikur me shtin gjelpan ujë. Si me shti gishtin ujë më lag, si me shti ka qepën e më lag e një tro. Çka është dia njerëzve në krahëzim me dijen e Allahut Azza wa Jalla. Dhe tash Musa e gjet atë çka e lypi. Musa alayhi salam tash është interesun mi shku për mas të mësusi e mas më nda. Edhe për i thët, Kale lehu Musa, hel e të tebjoke, ala në të allimini, mimma ullimte, rëshda. A bën me ardhë mas te jone. Nuk e thamë ka dërgu Zoti me ardhë të ti dhe ti më mësu mu. Këto, për njërë shumë të dukuar, a ka mundësi me të pasu, që ti me ka një pari. A Musa me i mirë në dënjat në të kohë, nuk diskutohet. Por, kur jenë në zënës, mësusi ka veni më nalë se ti, edhe nëse ti e me i dishëm se mësusi, edhe nëse je me i meqëm se mësusi, edhe nëse je me pozit me malë se mësusi, ti tash je për momentin në zënës, dohet më ullë poshtë, a i nalë e me ngua te. Ska, Musa në këtë moment është në zënës, për atë arsye nuk mund të urdhëroj atë, por dohet me lut. A ban, a ka mundësi me ardhë mas teje, me të pasu ty ku që ke shtyn mas teje me ardhë. Të mësoj, diçka prej asajna, që të ka mësu e madhe Allah Azza wa Jalla, për asaj menqëris, për asaj dijesh të ka dhënë Zoti. Për këtu i dhe me tej nuk ceket kë djalosh e Jusha bin Nun, a ka shku me ta, por Kurani se ka cekur, e s'ka nevojë me cekë se e ka kryer detyrën e vet, apo e ka kthy Musa te poshtë, ka thonë shko te shtëpia, se e kryer detyrën tonë, se do të jetë nuk ka më rëndësi, më nuk ceket. Harro me thonë se takun vend takimi dy detave. Ku takun Musa me Khidrin. Ku është e vend takimi dy detave? Kanë fol bajagi ulemaja, shumë mendime kanë dhënë për te, por Allahu alem, tri mendimin më të fortat, t'ja bën më së afërmi. Asë është vend takimi mes detit Mesdhe dhe Oqeanit Atlantik, në grykën e Gjibeltarit. Asë është vend takimi dy detrave mes detit Arabik, detit të Kush dhe Oqeanit Indian, që është në fund të brini afrikan atje, në fund të Gadishtë Arabik, ku Jemeni afrohet me Gadishtë Arabik, me Somalinë, me Gjibutin, nëse dini geografin. Ose vend takimi dy detave është për qëllim deti I Kuq. Nëse keni parasysh në hartë, kur fillon ka poshtë në fund të Gadishtë Arabik, mes Afrikës dhe Gadishullit Arabik, edhe shkon përpjet prej verit, shkon, edhe në fund të atje ndahet në dysh. Njëra nan, krijohet një det në veti, një kanal vetë quhet një gjiri Aqabes. Në nanën tjetër, në perëndim, veri perëndim, e kjo është veri lindje, shkon një gjiri tjetër që quhet gjiri I Suezit. Edhe pejtina dalë, edhe se do është kanali I Suezit, që I themi ne. Ta shtat dy detra, kur vinë të poshtë, këto dy gjira, kur vinë të poshtë, takohen të pika të, edhe bëhet deti më madh, edhe shkon të poshtë. Ka dhe vendime tjera, për Allah e mas nati ja bënë Zotë din, unë që ku mujtë me këqyrë, edhe që ma ka mu shmenen ma shumë, është që ke fundit, sepse se duket Musa
nuk ka hecur me mujë, nuk ka hecur as gatë. Nuk po përshkruhet që ka ecë Musa shumë gjatë për me mrije, ka poshtë, në vend takimin e detit të kuq dhe qantin dian, e aq ma largë atje detin me zëdhej me detin me oqean Atlantik, sepse dohet me hecë me mujë për Palestines, me shkue, me kalu e Egjiptin krejt, e me kalu e Libin krejt, e Tunizin krejt, e Marokin krejt, e Algjiri krejt, e Marokin, me mujë do të me hecë. Nuk përshkruhet ashtu, pëse dhe që tjetë, Allah halem ja banë mas ngati me qenë qatë, së është për rëndësi. A ne pëse këtu nëzirën sene tjera, bën takimi 2 detave, ku e di njerëzit, ku e kanë dit njerëzit që shtakohet deti me det, se që shëndohet deti me megja, ku dohet në deti me megja, ku dihet deti me det që bashkohet që ndohen në sytë njeriut, me sytë njeriut, ku dihet e po. Kërkush nuk më në tenë. Nuk dallohet ujt prej këtu ujt edhe atë. Sikur se toka. Që dallohet kufini tokës pe Gjermanisë në Zvicër? Për 500 në farë vije. Ko dallohet? Toka Allahot, kjo toka Allahot ajo. Ko dallohet? Me sysë në dallohet. Por ja, kjo shajmë, mrekulise, kjo është Kurani shpi Zotit. Nëse është tim vete ajo, se një me është vërtetu që detat ndahen me zveti. Edhe se të kejtë bote e din dhe mësem, se detat ndahen me zveti. Për atë arsye dhe kemi shumë dete dhe shumë qane, për ndryshe i shumë thonë deti krejt. Se është uj krejt. Se do që tjetë, Musa i tha, a bën me të pasu unë tyje, më mësu ti mu që atë ka mësu Zoti. Për neve kjo është më rëndësishme për momentin. A i pa kujtu heq, tha kale inneke lën të statia me i sabra. Mus, nuk mën bën sabër të me mu. Nuk mën është me bën sabër. Ti ki qef me marrë dije, qef është diçka tjetër, por mundësia o diçka tjetër. Nuk i takati. Për plot respektin, ti je pejgamberi për në Israelve, je njeri madh, por nuk mundesh. Wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Tash me vërtetu këta halep e thët, e qysh me bëti sabër, kurse ti ki me pasane që ka jenë jashtë logjikës tonë. Kemi pa gjërat të cilat atë shumë kemi që ditë, sa që nuk kemi mujtë me heshtë të musë. Ta që me gjëna me të thonë dikush që ashtu, ti me thonë po me gu dersin tënë, e ti me thonë jo, se në dërës që am qatë shumë sene ka që s'ke një kur as ka po kur, po ty e që ata është të në kurreshtë në halema shumë ardhë. Thumë mërët vinë, nashtë ta marrë vesh diqka one, edhe musës, ta që me gjëna kur i ka thonë a i kështu, se nuk më në bëjë sabër, dhe se kime pa gjanat të cilat janë jashtë mentalitetit tënë dhe jashtë dijes tonë e krejt, sa ka mujtë Musa mu përmalu halema shumë për me njek mësusin, për me marrë dije prej tina. E Musa alayhi salam për e thët, qale se të gjiduni insha Allahu sabira, wala a'asi leke emra. Insha Allah këmë bënë e sabër. Po ta për besin, që unë kam e bëjë sabër, inshallah, për pështetëm Allah, se në tarëve nuk e di, dhe nuk kam me të aprish, nuk kam me të kundërshtu ty, ma si përthu kime pasanet e cilat, nuk kanë me qenë mrenda diapazonet dhe aftësive tua të perceptuarit, sepse njeriu ka një shefsenek ndo njëherë që nuk mundi percepton me trunin e vetë, dhe së ndërohet pa pyet, pa interesu, pa kundërshtu, pa marrët për momentit. E kjo po thot me gjithate, më bëta për fjallën se kam me bë sabër e nuk kam me të kundërshtu kurqë. Khidri, për me vërtetu këta halama shumë, për thot Musaut alayhi salam, qale fenit të ba'tëni, fela tes'elni an shejin hatta uhdithu leke minhu dhikra. Mirë, dhe është nëse një me ke vendos me ardhë mas meje, e unë për të pranoj, atër mës ga bë më mpyt kur gjën, hiq, mësë vetë, as bardhë, as zë që të shësh, më më pytë kur të jasë më këndrështu, dhere sa unë mësë të regaj ty që ka o puna. A morë mesh? A morë mesh. Ecëm. O lidhë kontrata me zveti.
Prej kësaj na kanë thonë në lemaja se këto shumë sendo një lash pa i cekur, që kanë ma shumë të bojnë me dije, me taleben, me nxënësa, me studenta, me këtë pikë shtu kanë thonë lemaja lejohet me bo marrëveshje nxënësi me mësuesin e vet. Kontratë. Unë kam çto kushte, ti ke çto kushte. Pajtojmë, a nëse dije këto, ecim përpara. Përndryshe ndaju, shka të qërë punën tonë në rrë mësuesin, në rrë klasën, në rrë shkollën, unë përshkej punës të. Këta ranë ujdi për me shkue, Musa me pasue Khidrin për me marë dije për i tina. Të këqyrëm qëfar dije për jep Allahu Azza wa Jall. Për hecin bregdet, tak, stëm deti për hecin bashkë. E po bëjmë lafë. Fën talaka. Hatta idha rakiba, ecin ata, dere sa erdhi një anije. Bark. Dhe po bëjnë pazar me atë pranarën, me ata djemë pranarë të barkës anijes, sa pare po na i lyp me na qut deri në filan venin. Ata njofin Khidrin. Thënë ja, ty me të marë pare, Zoti më se dhashtë. Ti pa pare, plus asajna edhe këma si koka me ty, edhe kë pa pare. Hepën anije. Allah për thënë talëka, hatta idha rakiba fis sefineti, kharëkaha. Kale kharëktaha, li të grika ahleha, laqad gjëte shejën imra. Barka për hecë, për lëndran, Khidri, laqad gjëte shejën nukra. Khidri, imra është e para, nukra është e dyta. Laqad gjëte shejën imra. Khidri vëkum, pa një pa dy në anije, për kap një teslitja e sakit që atë, edhe për hek drasën anijes, për prish anije. Tani për mërët se o këtë drasë, e për kap dhe qysh mësë më fundos, po kërësori e prish anije. Musa e tha, kale kharëkte ha, li të grika ahle ha, lëkat gjëtë shej en imra, ku që ka boni ti? Po të hajnë men, që atë boni mërë anije, prish anijen ti. Të apëshe që anije në prishë njëzë ka me fundos të anije bëha ki mytë edhe këta djembre. Po t'i abes farë më ka t'i bone. E që ka qërë musë në qëto një herë. Thuët se këta shkun në ujdhes. O nalë në ujdhes dhe ta djemë dollen, Musa me Khidrin meten, edhe i pa një pa dy e prish anije. Se me pas qenë nërsi ty në me prish, nashtë ata këshin dalu. Po thotë edhe ndryshe, se Khidri nuk e kanë pa me sy ata. Vesh kur ka desh Zoti me pa. Kur s'ka desh, se kanë pa. E aj, ka punur, ka prish anijen, ata s'pe marrën vesh, e Musa peshet që për prish anijen, për ata për thëtë ku që ka ba në prish anijen. Mirë, anë me Musa ka bëja thej kontratena, Musa edhe besën s'ka me foli. Pse foli? Sepse Musa gjikon me ligjet e veta, me trunin e vet, me shariatin e vet, që ka zbriti madhi Allah. Dhe Musa perceptoj këtë që është se o krim. Mja prish dikuj malën, mja hargju, mja dëmtu dikuj ndo një malë, është haram në shariat. E qysh Musa me hesht, kur dikuj në i bëhet një keqe? Nëse unë edhe ti nuk guzojna me hesht, qysh guzoj Musa me hesht? Pra Musa është i urdhruar, fetarisht si pejgamberi i Zotit, me shariatën e vetë që ka zbritë Allah, a është i urdhnun me luftu të keqen. Pra të rësye, kër e pa që ka boni njeri, e harrej fjallet që ka dhoni, tha, kok, që ka boni mare? E kharëk të ha, li të ngrëka ehleha, po të që ka të boni e prisha njerë me fundos banort, ata ullëtarë që janë në te. Farë punët kje që boni. A i pa një pa dy, këthi Musa a.s. tha, kale, lem e kulleke inneke len të statia me i e sabra, a të thash Musa që më sënë bënë sabër ti me mu? E pa Musa. Iran merë, a të thash që sabërë së në bënë, sepse është jashtë konceptit perceptimit tëndë, jashtë rrunit tëndë. Dhe me thonë, nuk ka qenë dashtë më pytë mua, na mërën vesh, më së më pytë, qka të shesh me heshtë? Për që shme bë sabër? A Musa dha fjallin që ka me bë sabër? Musa për thëtë Alehi Selam, pra, ka la të akhëdhi, mësë ma shi për të madhe. Mësë ma shi për të madhe. Bima nësitu wa la turhiqni min emri usra. Mësë më ndëshka, mësë më dëna, mësë më shi për të madhe që harrova.
Pas në harrush të këmë dha fjale, sepse o që ditë Musa kër e pa atë vepër të shumëtune. Dhe mësëm ngarka ma shumë sa që mu je baj, pra mësëm këthe, por me për mundësin dhim me ty edhe me tej. Pajtojaj, ja fali, po vazhdojnë, fën talëka, hatta idha lëkja gulamen, fe katele. Ecën dollen prej anijes në Bregdet, stam edhe po ecin. I takon një grup djelë moshash, po lujnë ata djemt. Njani prej tyre ma i bukuri kështu me pa, ma i miri. Pa një pa dy afrohet Khidri, edhe veç e shtren për toke, edhe thik fap, ja prej të kryt djallit, 3, ko. E ka ardhën transmetim hadith atje, transmetim tjetër, se ka kap një guri, e ti ka ra djallit në kry, bëm, e myti njëri. Në transmetim tjetër, ja ka nuk kryt si vremqit, si zogut. E myti, si të që tjetë, e myti djallin. Kër e pa Musa, o shashtres. E myti njërin që ka bonë në ty, për atë arsye Musa a.s. tha, qale qatelte nefsen zekijeten bi gajri nefsin. Lëkat gjithë të shejën nuk ra ku e mytë njerin pa hak, e mytë Sabin, fmi, vëgël, e mytë të pa bot zotit kur gjon, ku shfar të keqe, par pun të keqe të shumë tonë ke bote. Qysh me duru Musa, prap harrej që ja ka dhon besën, mos me fol, po qysh me duru mos me fol. Qysh me duru mos me fol. A i pekqyr Musa alayhi salam, e tha, qale alam e kulleke, inneke len të statia me je sabra. Atë thashë Musa që ti, bashkë ti, nuk mënesh me bo sabër me mu. Që me bo Musa sabër kër e shek ka mytë njëri. Mbytja njeriut nuk rahzot me dëmtimin e material atje. Atje dëmtohë njerëzve anijen, hajde hahët dëqysh. Sepse një metën ashta fundosen, pa në ashta nuk fundosen. Po, njërin e mytë, kjo e vdekje sigur të kësë në gjallët mu, të e mytë njërin. Farëm ka ti madhe. A nuk i përgjith, atë thash që të sunë bën sabër me mu. Musa a.s. i tha, qale in sa'altuka an shay'in ba'daha, fala tusahibni, qad ballagta min ladunni udhra. Obo. Nuk i tha falim tash, por i tha, nëse edhe një herë ndërhy, nuk bëj sabër të pyti pse bën e këte, atëherë më mos më shoqëro, sepse më ke dal hakesh e treta, e vërteta së të popullë. Mirë, heshti aj. Heshti. Po hecin. Hajt, po hecin. Fantalqa, hatta idha ataja, أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. Hëtësën deri sa futën në një qytet, fshat madha po qytet. I ka plej uria të dytë që shumë. Thuhet kë qytet është Antakia, është një qytet, ajo është arab sirian, por është në terenin trollën kufinin e Turqisë. Mbrejtën atë qytet dhe po lypin me hangër pe i banorëve tyni me dhanë buk me hangër. Kanë pezatetin shpi, a ka kush që nep me hangër buk, a ka kush që nep me hangër diçka i ranë tu, ama ata nuk pe din kush jenë këta. Fa abau e ju dhajifuhuma. Ata njerëz, jo që nuk i dhanë buk me hangër e me pi, por as që pranon bile me ishtim rana, e me pëshu një tro, e një gotu, e po dy fjallë me thonë, e një leo dhe burra. Se ka neherë me ishtim njeri mrena, është tjetër, e me këthi buko tjetër, se me këthi buko është me dha buko me madhe, hargjo është pak, ose me bëtë dhe bogate, ose me këthi dreka. Dërsa është me ishtim njeri mrena, kjo është minimumi që ki bërsh ndaj mësafirit. Për të arsye Allahu Azza wa Jall, po thotë, fa abau ju dhajifuhuma, nuk po thot refuzuan banorët e fshatit, qytetit me dhon buk, por refuzuan edhe me marrë si me pranu si mësafir, që hap me kuptu se ata kanë qenë ekstrem tamaqar.
ka pracë, do në shtrënguar. E ka thonë këta dhe Allah e pas të mëshiru për ulemave të tabiinve, nuk ka hajrë në atë lagja, në atë qytetë, në atë mahalla, në atë fshat, ku banorët e saj nuk i prenojnë mësafirt, nuk i nderojnë mësafirt. Nuk ka hajrë të ata, në të fshi durët, të ata nuk ka hajrë. Jepet me kuptu gjithashtu këto se Musa ka qenë shumë i sinqert me Hidrin se kanë lyp buk, njëri ku lyp buk, lyp për nevoj. Kërkosh lyp buk, me që me lanë të shpia, e me shku me lyp apet me bë për një javë për një muj bukën. Se prishet, por barë kështunt, e ku lypare dhe tesha, ka mundësi dërë me rezervu, ka mundësi nuk është sinqert. Ndërsa ku lyp buk, e shumë i sinqert, barkin, buk kam se di qa unë. Në anën tjetër, jepet me kuptu se çështja mësafirllukut ka qenë e njohur edhe më herët. Për atë arsye kanë thonë, ka qenë e njohur prej kohës Ibrahimit alayhis salam. Me shku mësafir të njerëzit, e me prit mësafir, edhe vlera e madhe, pesha e madhe që ka ngostje për mësafirlluku. Për atë arsye ka thonë pejgamberi dhe ka vazhdu deri te shariati jonë. Dhe shariatin ton ka një vlerë, një pozitë shumë të lartë çështja e mësafirit, respekt mësafirit. Për atë arsye pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë, men kanë yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah, ai i cili beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta respekton mësafirin. Ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit, le ta respekton mësafirin. Jaizatuhu yawmun wa layla wa dhiyafatu 3 ayamin wa ma zada ala dhalika fa sadaqa. Me respektu mësafirin. Jaizatuhu yawmun wa layla, haki mësafirit është një ditë dhe një natë. Wa dhiyafatu 3 ayamin, por mësafirlluku si mësafir krejt 3 ditë, 3 natë. Fa ma zada an dhalika fa huwa sadaqa, e çka shtohet më shumë është sadaka. Këto janë dispozitat e shariatit. Kanë thonë ulemaja, dita e parë që përveçan pejgamberi ka për qëllim, duhet me ndëru mësafirin në maksimum. Pra me qitë diçka ekstra më shumë se sa random që hanti për veti, që është faktikisht edhe bojnë asë dhe këtë umeti islam që ashtu. Këtë dje mësafirit që onë bojnë diçka ma të veçan, është haki mësafirit aj. Amu një ditë. Ndërsa 3 ditë, me majtë mësafirin, nëse dënë me najtë, ajo për me najtë, ka hak me najtë 3 ditë, por jo më ngarku vetë vetën. Qka ka qëllu, qka ka që zoti, bashkaresht, si familje tanë, kërësore njërit, buke kërëp, që atë ka për para. Fa ma zade, për qka është ma shumë se 3 ditë, atër është sadaka, atër për vetë, për qefit tënë, për dëshirës tanë, dhe bërtë se kje. Pra e për këptu, se ma sa në më nëshme thonë diçka, që është me shku të shpia se rrimet ty në këtu një mujtit, ty bën kom vakt. Po ose s'ka më burë, s'ka mas për veti. Ndërsa që të kohë që të bërë që kemi a bëqarën që është dush mësafirit. Ulemaja kanë diskutue se a është vajgjib një me që është jep me pranin mësafirit. Shumica dërmunës kanë thonë është mustahab e lavdruar shumë. është një cilësi dukuri shumë e pëlqyeshme, shumë sevap i madh. Dhe fatmirësisht elhamdulillah tek ne popujt atje poshtë e kanë mbrojt shumë çështjen e mysafirllokut, elhamdulillah. Shumë e kanë mbrojt. Deri tashvan. Mysafiri kur ka ardhur, i madh e vogël çu për me ndëru, edhe kanë bërë për izat Zotit. Do të thonë ky parim islamit ka qenë tamam tek ne. Ka qenë tamam. Ka thonë është mustahab e preferuar. Por ka për aty në cilët kanë thonë se është edhe farz një ditë mësafirin e ki farz me pranu dhe me ndëru, si që është me Mahmedi, Allah pas pëshirue, me Lejthin, një imam të malë të Egjiptit. Së të që tjetë, puna mësafirllokut është prej ahlakut, prej etikes, prej karakterit lartë muslimanit. Sa është më rëndësia për momentin, këthejëm këtë në temë. Lypën me hanë që dha kërkush. Këta të dytë e takuan të ashtu leviz të jesë në përkaton një muri, i cili muri ishte duke rëzu. Dhe këj Hidri atë muri morri edhe ndreqi.
Bë që prejki me dorë, more në dreqë. Ose mund ta ketë prishë që shpejt edhe me nëritë që shpejt. Po pse dhe mësë me nëritë me dorë, kjo vlejë Allah, to zoqë, se Zoti po donë diçka me qitë këto që aspedin Musa. Pra, فوجد فيها جدارا يريد أن قضى فأقامه. Ndreqi murin. Musa nuk mujtë me najt edhe këtu pa fol, edhe tha i bekuar, qale law shi'ta lattakhadhta alayhi ajra. Pse ndreqi murin? Pse? Këta njerit gjallë një kafshat buk nuk në dha. Po këta ka njerëz këqi, po një pikuj me se ta dha kosh një kafshat buk. E të mja buk i të mirë këtyna, kurse mujtë e qitë mirë që ja bane, me thonë qitë parë, po ta ndreqi. Ose am të ha buk, të një barkin buk, onë për ta kry, për ta ndreqi, pra me shit njërë, se me pare, halala. Aje këqyri Musën i tha, hadha firaku bejni vë bejni, kale hadha firaku bejni vë bejni. Nuk i tha Musa, atë këmë thonë se bë sabër, por i tha, tashmë, unë edhe te, pëndojna 10 me emër Zotit. O kryje, këto është ndarja mes meje dhe mes teje. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur artë që kjo pike në hadith, ka thonë, Allahu e pas të mëshiru Musën. Se kur të kishte bo sabër Musa, e mos me ndërhyje me pyet, hala shumë sa në tjera kishë mësuna për dijes të Zotit, por Musa o gotë dhe o mbyll dera. O mbyll, për ndryshë nuk në bë Musa sabër, me po hala që dira tjera që kanë me ndodhur, kishë mësu hala sa në tjera. Por o gotë Musa. Këtha, qale hadha firaku bejni u bejnik, se unebbiuke bi ta'vili ma lem të stati alejhi sabra. Erdhe koha Musa me ndonë ti, sepse kushte që i qite vetë i theve, o kry meselja. Mirë po, para se më ndo, o nuk do t'ala mara këty. On ka me të rëgu, ka me të informu për atë që ka nuk mujtë me bë sabër. E të këqyrën, pse s'boni sabër dhe qka kona je, pse me prisha njën, barkën, pse me mjë djallin e ri, dhe pse me ndreq murin, pse? Tha, أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Sa përket anijës që qkyva në anijën e prisha, po, tha jo anije, o kone disa djelmoshave, po, ata djelmosha, i kanë djemë të mirë, fukara, san para dere, nuk para dorës, vetë para derës, vetë s'kanë pas, fukara, vetë që ata anije. Me ata anije, ata kanë bartë ulltar, kanë bartë malë, kanë zonë peshqen bujdare me ta. Dhe, po më të utje, ka qenë një udhëhec dikun që atje, i cili me piratet e vetë, me ata që i kindapojnë anijet. Gjdo anijet që ka kalu e pranë bregdetit tyne, e shëndosh e mirë, ata ja kanë marrë anijen e kanë kindapojnë. E unë, ndeshtë ata anije me prish, jo me shkatru, vesh me prish pak, me prish atë bukurin që ka, në mënyrë që kur të shaj farë qafiri atje, mës mja marrë djemve anijen, por mjë met anija këtyne. Pra, a ma mirë në me pas njëri një anije me behane, apo me met pa të krejt. Me legjik shnë është tash, ja me behane me pas, të krym pun. Kësan, kesh nuk jetë me të, e harnan pak kjo, e harnej vetë, ja harnej pak tak, vetëm se nuk e më ere, por bu e vjetër, nuk e shëndosh, por e prisht. A mu pëhec. Pas ka pas mira, po mire ka pas. Pra të rësujë, të nga të tregimet janë me të regu e me nëzirë krejt, me një fjallë urtësin e këtyre është njëri me i krahëzue. Dytë këqijat, që njënën të keqe ma të madhe, me hjek për me përbalue me marë të keqe ma të vogël. Këtu, është e keqe me madhe që e prishë anijen, apo keqe me madhe me të pa anije krejt. Me të pa anije krejt. Pra të rësujë, për me largua të keqe të madhe, se këta e djemë tri, këta nuk mujnë me dojë për para me liftue, me atë udhëhecin, me farmrejtë atje, me atë farqafirin atje, nuk me liftu me ta. A i ka dhe pirateve, te ka arme, ka lablake, burre, ja marën edhe myshin edhe këta. Ska të tërë ilaç për me pështu këta anijen, është vetëm me dëmtu anijen. Pra bërë një dëmë të vogëlen i behane, nuk ta mërë kërkush. Ndijet Zotit të kam shtu për Musa, nuk e ka dit. Mirë.
وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. Ndërsa djaloshin që myta on e të do këtyje se është si drita e pas një faj, ai djalosh ka qenë i gatuar dhe i pregaditur, i gatuar ashtu në shpirt vet me qenë qafir. Audhu billah. Dhe se për të janë gëzu prindit shumë kur ka lindaj. Po, e kanë dasht prindit shumë atë fëmi. Me kanë lanë me rrit atë fëmi, qasë fort që kanë dasht prindrit, do të kishte deviju prindrit me qitë pe rrugës Zotit në rrugë drejqet. Në gjahnem, me bëtë që parë. Pra, a ka mundësi e vladi babën e vetë me qitë pe i dinit? Sa të dush? Sa të dush? E qëtë pe i dinit? Pra të arsye, jo e gjithë herë vladi është hajrë. Jo gjithë herë. E vladi me ka dhe shërë. Edhe gruja, edhe fëmija, edhe pasënia. Për ata muslimani është ahmak nëse qmendit për mërzis kër ja mërë Zotë fëmiju në të vogël. Ajnë nuk ka kuftu për dinit. Ajnë nuk ka kuftu për dinit Zotët sa dohet. Ka kuftu shumë pak. Ka kuftu është një parim se më hupi ma i dashër jam. Ka kuptu ma shumë kërgjam. A nuk e din se shumë kujt Allah ja me rëvladin për mjaruj dinin ti këtë rritët. Këtë rritët aj mas me qita për dinit, por me rujtë ta dinin e vetë. Subhanallah. Për ata Allah për thëtë mashdim, ka thonë Khidri, fa aradna e jubdilihuma rabbuhuma khejre minhu zekaten o akrabe ruhma. E ne kemi dashur që atyne Allahu mjafqu një tjetër që është më i mirë se saj. Ta me rëgjall të apë një gjallë tjetër më të mirë më të hajret. Por ja vrum dinin për ndërve. E sa njeri e hub dinin për e vlad, do të me pasë edhe thmi jam si yti, shkon për nën haram, e raset kredit, e raset rëshvet, e vje, e mashtran. Në që nëzeza i banë pse, sepse të vjen plëcu thmive kushtet të ne. Do të vjen plëcu kushtet thmive. Për e plëcu thmive kushtet, e raset në haram baki dhe kufër dhe shërk banë. E me nëzat deka të është. Ta qaj prind, ka ra në spërohu për i thmive tina, a i ka ra. Nuk i din kërkosh urtësit e vërteta të ndodhive. Ka neri kuptan, po shumër se kuptan, i din Allahu azza wa jall. Pra Allahu i tha këtina shko, mëtate, sepse aj me bo më rrit, ka me qitë për i dini këta. Pra ata më o gëzum shumë kur lindi, a më rëzden shumë kur ju vdish djali, a nuk e ditën që ka ba, por ditë ka ametit a shofin, se që të pas ka qenë më mirë, që ka vepruj madhi Allah azza wa jall. Wa amma al-jidaru fa kana li gulameni yatimeni fil medinati wa kana abuhuma saliha. Ndërsa murin pse rregullova Musa në reqa, në meta s'na dhan me humra ta ishin të këqi, s'na dhan me humra s'me pi kur gjë, po ata të këqi po. Por muri ishte pronë e dy djemve jetima që ishin banor të asaj lagjës. Tani çka puna e tyne? Puna e tyne është se baba i tyne wakana abuhuma saliha, dhe baba i tyne ka qenë njëri i mirë. Baba i tyne ka qenë njëri i mirë. Ka problemat të cilët kanë thonë jo baba më një herë, por stërgjyshi i shtatat që nalt ka qenë njëri i mirë. Dhe me kita jetë kanë argumentuar shumë ulema, kanë thonë derin 7 lozë, 7 bregje, 7 breza, shkan hajri i prindit e poshtë. Pra, pse Allah po do m'ja vrujt, muri ka qenë pronë aty në djemve, jetimave. Në ratë muri ka pas një kenz, thesar, ari, flori. Më kanë rëzu muri, ata qash të maqarë të njës të këqi, ja këshin marë arin, floririn dhe këshin lanë thmin pa ta. E Allahu pa dënë një vrujt aty në thmive pasurin. Farada rabbuk jabluga shuddahuma wa stakhirja kanzahuma rahmatan min rabbik.
Allah po don mja vrujt aty në fëmijëve atë pasuni. Çish mja vrujt? Janë rriç murin. Kur të rriten fëmija, kur të mrin moshën madhore, të pjekurisë, të aftësisë për me menaxhu, Allahu ja rrezon murin, tlak, punë vogël është ajo. Ata shohin që pas ka pas një thesari, me atë e marrin dhe bashkëpunojnë dhe punojnë me te. Po pse mja vrujt Zoti atyne për hatër të bereqetit, stërgjyshit, tyne që ka qenë burrë mirë lidh me Allahun. Mesele madhe është me kanë mirë me Allahun. Pra jotëm që fiton vetë me kanë mirë me Allahun, por ta shojnë hajrin gruaja dhe fëmija, ta shojnë hajrin nipat dhe sternipat, ta shojnë hajrin edhe losët e tua deri 7 breza. A shef që puna me kanë burri mirë? A shef? Shër Ibrahim në a.s. që e përmen Zotin Koran. Burri mirë, na i mirin botë, po qërë bereqeti tina? 2 djelë, 2 pejgamber, e nipi Jakubi a.s. e stërnipi Jusufi a.s. e ran pejgamber të Allahut, bereqeti tina. A stërnipa tu nuk njofin ty 7 brez, zakonisht nuk njofin, është me koni veçan diçka me eme, në faralimi madhë ose në farë kumë biznesmeni madhë ose ku ta dim se nuk njofin zakonisht, por Allahut njef. E bereqeti ti i runë poshtë, trunë pe kaderëve të runë familjen e vlade, nipat e sternipat, ju qënë dije, ju runë pe harameve, ju qënë hajrë dhe bereqet. Në Radio Kosovë në lirë ku jam të folën atë, pëthëm në herat i thëjmë profat, i Ahmet Qeri që drejtorit dhe shë prof. Te ki bo një hajrë të mirë, një hajrë të malë, të mirë, me këtë radio, shumë hajrë të malë ke bo. Ke bo hajrë të malë sa që 50 vjetë, që kanë punu haqëllarët e tonë, Allah i pas më shirota që kanë vdekë, ke rujta që janë gjallë, nuk kanë mujtë me bot da vetë, sa ke boti me radion tonë, dhe shame lanerën atina, atyre shpak. Dhe që ashtu është ajo, ta ka dhonë mëndësin, që ke botë da vjetë për 5 vjetë, da vetë, me përhop fjallën e Allahut, mrena vendit dhe veja është vendit, o përmena emni Allah, edhe haqëllarët s'kanë pas kompetencet gratë, s'kanë pas mundësi, ku hapsir në gjami me da plesht ledhë që atë komunizmi, sistemi, ku tha shtyt ka ardi ka bereqeti, mas pe babës tënë, tha ja, pe babgjyshit e me kam pra. Thashe gjete. Babgjyshin e ti e ka pas për hëgjallarve që në vitin 51, kur është dhanë urdhëri në Komitetin Qendror në Jugoslavi për me hek ferjegjen, i ka thonë për shtetit, ka qeni 2 të hoqë ndrënic, ndoshte 5, 6, 10 në Kosovë, ndoshta s'ka pas ma shumë, që kanë thonë jo. I kanë dalë kunder sistemit ish komunist kundër Rakovicit, që kanë jo kalaj, pa jo kanë sigur se me thonë qinë ma furën se pa hinë zjarën vetë. Sepse i ka shpall lufti për shtetit. Dhe kur s'ju kanë nështru për shtetit. Sa që njëherë të regon kë, për babgjyshin e vetë, i ka thonë e thamur në komander një idiot i madhë, që të një kësërbë në zyret vetë, e më foli, e se që më ka ra boks, të dhëmë të me thejmë në gjujtë më rëzaj, i hangra dhëmë të i përbiva, nuk deshta më kalëzot qafiri që i thëmi theve dhëmë, mos gëzohet qafiri. I përbiva dhëmë tlak, edhe më shela gojen, mos me dalë gjako, a mos me kalëzot qafirit, mos me gëzot qafirin që ja theve dhëmë. Shësfar krenarije me islam. Pra të arsiju kër i krahzojnë e qata, haqëllar me neve sëtë, thëmë neve është dru Allahu, është në më shiroftë se ku me di që abën me neve në ditë kiametit. Për mësë me thana që fënë gjehnemit. Ku në i të sëllë. Kush mi thë dhëmë të mu sëllë. Kush më shtinë burg. Pa të më shtinë burg, më maj me petla që aty. Shanë të i bënë bëhat me petla, 3 herë ditë në buk, me apër me hore pi, me apër libra, e lezej shpijet të knaqët, pa i bëni badet knaqësh. La ilaha illallah. Por në qëka në hifë shanë burg? Pse është rrezik me një burg, në mi thonë dreqit e ati as që përmeni me amen e kanë mira, e ty bëni ki mirë kërë që ka që ki gjithë ditën. O si mi thonë gjehenem nisë këmi shku në gjeneti. Kërë shku në gjenet bre?
Tereza me shkon në xhenet ta? Jetë ty, të ka pa më si për 1 milion vjetë. Shkon në burg, s'ka problem. Burgi për njerëza. Për njerëza, për hayvan është shtalla, ahri është. E burgi për njerëz. Shkoj në burg. Mund vje marrë për vetës tem, kër e krahëz e vetë me shta burra. A mund njëti misjana. Ata haqëllar, na haqëllar. Bile, na ma shumë shkollë sa ta. Bile na shkollë ma shumë se ta. E sot me kontuza më tute, me shashtëris për shtetit, për që ka të bëmërë shtetit, që ka të bë shtetit? Ka kalu aja periud, elhamdulillah, ju njës ka kalu. Ka kalu. Ka kalu aja periud. Nuk ka nevoj më heqe tuten, heqe. Nuk ka nevoj më tut. Kërkuj zullum s'pe bëj, a më ndaj hakut nuk heshti. A kry. Para Zotit me që manetin vend, jo që të ngojnë njerëzit, ashta njës të ngojnë kur. Po para Zotit me që manetin vend. Se para ti kime dhe logari. E njerëzit, zakon i shkojnë ka shumica. Gjithmonë e kanë ajo. Gjithmonë, shumica absolute njerëzve shkojnë, ka shkojnë shumica. Gjithmonë. Pra të Allah ka thonë, wa in tuti akthar men fil ardi ju dhilluke an sabilillah. Nëse i pasën shumicën dërmuset njerëzve, kanë me të humbë. Sepse shumica gjithmonë janë majtista. Gjithmonë në rrugë xhenemit. Se kanë ma leh, kanë ma kallaj bre. Dhe të njerëz t'i pasojnë, hajt t'i pasojnë. Për atë arsye të knesat në Kosovë. Mbi 90% muslimanëve jenë kanë kundër meje, apo pak ma pak, le t'jenë të 10, pse thate Tereza në xhenem? Pse tha Kurani i shkret? Qa qita unë e 3? Shumica dërmuese njerëzve. Ja je gut, e jes je gut, e je dash, e nuk ka dash, e ka vy, e je nuk ka vy. 100.000 arsye. Po mirë o burë, po që ka vën, që dhe shkret, që ka vën, bo kja mirë të shka vën. Këti zëti se kanë thyrë dhëmë tangë, e sa burgën e ka hongër, taj djallin e vetë. Babën e këti profe se ka hjek, sa i nuk po dërzohet, nuk po nështrohet, nashta kë nështrohet. Nese, që dhe që tjetë, unë në lidhë ka ne herë gjanat, e thash profes atina, që ke kuka, pro, thash apeshe, gjyshet, ka sakrifikue edhe jetën e vetë për hatër dinit Allahut. Por, nuk i ka dhonë Zoti bereqet në atë kohë, sepse ka pas kompetenca shumë të trënguara. Kërkun xhamia nuk ka pas drejt me hynë, me ligjeru, absolutikisht. S'ka guzu vakufi me shtipe për shtetet komunist, haj me det. E haj, s'ka guzu. Kërkun. Me dhone gjerat kërkon. Në periud në i pomën e deka pak që shto të tut një që shashtëris për ti se kë i luftun kondër komunizmit, që shme thonë. Kondër ti të Sarankovicit. Dere sa ka vdek, dikon 7-8 në zdikurin nga rate. Pra o plak i kundërshtuar prej hoxhallarve, prej komunistave, prej pushtetit, prej të tonëve. Por sinceritetit i lët me Allahun, ta që ka shkru Zotë sët. Që ta që s'ka mujt, aj që ka dash me shpijët e s'ka mujt, e ka pru Zotë nipi vetë, ase vapi shka në tina. E përshet që Allahu nuk harran Allahu ase dhe qëllë. Allahu është i madhë. Pra bënë buni mi, burri mirë dhe i sinqert i fort me Zotin, kanë me ta pa hajrin edhe ta që janë të poshtë, për ta shofin edhe kështu njerëzit. Se nga njeri madhe Allah për hatër të njeriu, këtë një katë në qytet e mëshiran. Unë shumë herë them, Allahu e din se pun për ta, por thëmë që s'pa na bë Zotin rash me tokë neve në Prishtinë, që s'pa na bë rash me tokë, ka diqka. Ja, Allahu dënë me nxjerr për ty në budallëve, të me që masene, i njerë që jenë tamam. Si në Mekë, nuk i bënë rash me tokë, sepse pejgamberi tha o Zot, nxirri prej evlad pe lozëve ty në një që nuk bëjnë të shirkë. Ja, ka dikush të nga një herë ndoshta, mund t'jetë grup plak, nam, bab, i vjetër i ri, i cili kanë për hatër të Allah, për frikët Zotit, që për në dënë Zotit gjysë natë, e Allah për lutën e ti, na më shiran e për danë lutën e ti, e nuk na barash me tokë. Po, për ndryshe për gjëna që i bëjmë na, sëda, për Prishtinën tonë, pa shatë madhe në Allah nuk meritojnë me jetu, asë një ditë. Jo, mja kalua dhe atyne që jenis për gjehnem drejt mja kalua, me gjënahe, me harame. Jo, pa shatë Zotin. Por, Allah i dënërci të veta. Pra të arsiju në thëmët me veta, në kur du ka në herë mu edhe më stimulan kjo, thëmë o Zot, sa të kena motra dhe vlazni, që jo që falin 5 kohë namaz, po edhe natën që vën falin, edhe shumë për i tyne dhe letë ju pikojnë, nuk ka më në dënu Allah.
Ja, nuk ka marrë. Ndoshta ndonjë lkundje, ndonjë tërheqje vrejtjes. Tërheqje vrejtjes. Diellë nzinë zona diellit e hanës në 3 vjet I vogël në ai thatësi më që pa 6 muaj sa po çka na thatë bo shkret të shtir me bonar me çka ka fat krejt për derisa vjeshta është me shi gjithmonë ky 2 janë vjeshta me shi ta na erdhim në ska shi ska bor ska lakshti por me çu dënim me na borra shpetok jo për hatër doave e devotshmërisë bereqetit të aty në rabet Zotit që lëdhet Allahun anë pse ata me gishta ndoshta ata me gishta por për hatër ty në Allah I mëshiron se emnin e ka Rahman Tebareke wa Taala e ka Rahim është I mëshirshëm Tebareke wa Taala وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا o Musa krejt këtë që apati ke me urdhërën e Zotit e one nuk e bona për vetë vetës ta o Musa por ti nuk mujtë me bo sabër pra morë Musa këtë dërës këtë mësim e që është mësim edhe për neve edhe erdhi në vendin e vetë për me vazhdu misionin e vetë nëse për këtë hëdri kanë folu le maja pastaj që është thash pejgamber ase pejgamber e shumica dërmun se kanë thonë se është pejgamber e pak për ty në kanë thonë që është veli por është një mesele tjetër sa është gjalla është I vdekun natërë shumica kanë thonë se është I vdekun po interesant ka për ty në që kanë thonë se është gjallë hala dhe kë njeri jetë ndë në kiamet me bo me vetë tërqit që të kini tërqit jo kjo është të ona për kom fjallën rënë me ta pa vetëni krejt tërq me bo me thonë hedre nuk ka gjallë thënë qa bonë të gjalla më zdil për dinit e kanë sofit e kanë këtë pare më krejt se Hazreti Hëzri thojnë ata Hazreti Hëzri është gjallë dhe kur do në babashehi tyne më ngrit I madh thot ka dalë për para këmë me kanë me Hazreti Hëzrin me ta sa I qfaqët qfaqët taj tap një ders një kshirë dhe shka një sugjerim zhduke mële mi besu tërqit që kë ka për vljave të Allahut edhe mële për bëshet tash me shkumja posdorën edhe mi besu e pa qështu është të shumë sufi nëse të fitu të tërqit po edhe në vendet e tjera Allah halem a I ka vdekur me shumë argumente e një prej tyne për matë fortëve është pejgamberi alayhi salatu wassalam një natë ja u ka banu Jacin shokëve të vet. Ja u ka banu. Jacia është më mirë me shtyr. Por për hatër nevojave të njerëzve për me flajt, I lodh panditën, ka nesër puna pet, falet Jacia në fillim të kohës, pe kohës pejgamberi kështu fal, alayhi salatu wassalam. E pejgamberi ja vanen her Jacin. Kur dul ata të lodh të molest se duke të erdhe gjëna edhe ma se fali Jacin ju tha o ju njerëz po do në tash me I stimulu pak tha nuk ka njerëz në heri tha nuk ka njerëz në tokë të Zotit në që këtë kohë presin me fali Jacin për pos juve Allah s'ka kërkun këtë dynja kejtë në kufërë në shirkën harame ju e vlijat Allahut prej sotit e 100 vjet nuk ka njeri I cili është gjallë në sipërfaqen e tokës e që ka me me gjallë që do të jetaj e që nuk do të vdes prej sotit e 100 vjet të ardhmen mas 100 vjetë nga dita sotit nuk do të mbetet njeri në tokë të Allahut që është gjallë që këtë kohë sot e që nuk do të vdes mas 100 vjetë këj hadithit përfshin këtë krijesat e Zotit këtë njerëzit qoftë edhe hedrën ta a nëpse sufit përgjigjen thënë ja ka dalte po Isa o njeri po e pse hadith se ka përfshi Isen për ata të menër ta kthejnë tani thënë po Isa ka lëzëm të më o gjallë po a o njeri po gjallë është njeri so me Koran s'ke qarë për besu e pse nuk e përfshiti Isa në hadith pse nuk vdiq Isa ha në kontok thënë edhe kë nuk I dim ku mundohet që të më përgjigj por da Isa është I veçantë Isa e veçantë sepse Isa nuk e nështrohet ligjeve të tokës Isa me ngritjen e tij në qiell nuk i nështrohet ligjeve të tokës
Ligjit e tokës, ti din më mirë mjekësinë, ato që ndryshojnë çdo objekt në tokë. Çdo objekt në tokë ndryshon fal ligjeve të kësaj natyre që ka kriju Zoti. Të nxehtit, të ftoftit, të rrymat të ndryshme, lëvizja e qelizave, ushqime, hajte vdesin këto, lindin këto, ndryshoj këto. Edhe krejt bota, çdo sen, edhe çka që duket i heker i palevshëm pa vdekun i vdekun, edhe ky lëvi ndryshon. S'ka sen këtë dynja të Zotit që nuk është ndryshim. S'ka sen, mirë absolute. Të fut edhe ki diell, ki tokë, ki gjithësia, çdo sen ndryshon, shkon të ndryshu. Tash ndryshon për nga rritja, ka zvoglimi, ka prishja, ka shkatrimi, ka rregullimi, ndryshon. Pse Isa është jashtë në ligjeve, nuk ka vrana këtu në ligjeve Isa. Për atë arsye ai mos ka nevojë me hangar, as me pija, as plakët, as ashtu jetë, derisa don Allahu dhe zbret poshtë, qysh është ngrit nalt, ai bekuar. Nëse kanë bashkat gjithë këto, kapi disa ulemave, edhe Eliasin alayhis salam ka thënë, edhe Eliasi është bashkë me Hidrin, shkojnë bashkë, dalin bashkë, herë takuan në hax për çdo vjet ku diunë, por ne nuk i besojmë aty. Hidri ka qenë pejgamberi i Zotit, politia dhe vliaja e Allahut, e ka mësu Allahu që ka dasht, e ka dërgu për mi tërgu mësaot edhe neve masandej, ata që ka desht, edhe mision ti ka përfundu, edhe dhëtë me dejst të njerëzit tjirë. Ka që vëllahu alem, se e zjata pak, Zotë ishë përbleft, wassalam.